Këtë kriter bëhet e panegociueshëm në momentin kur vije dikush për ta kërkuar dorën e vajzës tënde. Erdhi një njeri tek Hasan el Basriu dhe e pyeti: "Me kë ta martoj vajzën time?" Hasan el Basriu u përgjigj duke i thënë: "Martoje me një person i cili ka frikë Allahun e madhruar, sepse nëse e do ta nderoj, e nëse nuk e do më, atëherë padrejtësi nuk do t'i bëj." Shumë familjar, kur dëshirojnë ta martojnë vajzën e tyre, fokusin e kanë të disa kritere të cilat nuk janë primare. Disa lakmojnë profesionin, disa të tjerë pozitën, disa të tjerë famën, e disa të tjerë dukjen apo pamjen e jashtme. Ndërsa Hasan el Basriu e fokuson kriterin primar që duhet ta kemi, e që është devotshmëria. Pra, le të kemi në konsiderat një person i cili ka frikë Allahun e madhruar, sepse ky njeri nuk sillet mirë, nuk është i respektueshëm dhe i drejtë vetëm atëherë kur e do gruan e tij. Mirë po, ky sillet drejt, nuk bën padrejtësi, nuk e shtyp vajzën tonë, edhe atëherë kur nuk e do më, zemra ndryshon dhe ka mosmarrëveshje mes tyre.